Lega 3 pikë të vlefshme, por një fitore e vështirë nga mënyra si shkoi loja. Po, se thënë të deri që është e vështirë me thënë drejten, megjithëse na dominu me lojën, gjithë loja u lyt në gjysmë fushë kundërshtare, por kjo është një nga shikena të shsanëshit që vujmë në finalizim. Dhe kjo thëmë drejten nuk na lën përshtypjet mira, sepse punojmë gjithë javën dhe në finalizim edhe na bëjmë gabime shumë elementare. Thash, nuk na vunin diskutim ndonjëherë ekipi kundërshtar lojën, megjithëse ata duhet t'i uroj për futbollin e fortë që luajtin, për gjendjen që tregon fushën e lojës, por gjithsesi ishte një fitore e merituar, megjithëse shumë e vështirë. E shënuar, e arritën në minutën 90, duket që festa erdhi pak vonë. Erdhi vonë siç e thash më përpara, sepse në finalizim jena duke çaluar shumë, por ishte një mbyllje e bukur, do të them tash aty gjithë aty në fallëve që kishim gjithë lojës, gjithë aty në rasteve të humuna, ishte një finalizim i bukur kësaj ndeshje. Ndeshja e fundit e këtij viti ndaj Gramshit javën e ardhshme, do ta mbyll Vllaznia me fitore dhe në vetën e parë të renditës. Vllaznia vazhdimisht në çdo ndeshje shkon për fitore, dhe me Gramshin për fitore do shkojnë.